Faleminderit shumë Florentin Vladi. Faleminderit Tini dhe shumë suksese. Vazhdojmë tash, flasim për një temë tjetër në Folship Show, ku do kemi një mysafire për herë të parë ekskluzivisht në studion e Folship Show. Në fakt reportazh kemi qenë 1-2 herë, mirë por në studio se kemi patur asnjëherë. Është një businesswoman, një zonjë mbi gjitha, një zonjë edhe businesswoman, por edhe shtëpiake, e cila punon fort dhe ka qëllime në jetë dhe ka arritur në jetë në fakt. Dhe e ka dyqanin e saj, 2 dyqane i ka sot në Zvicër, Stina dhe Jon, edhe Riga më duket, apo jo, Stina Jon Riga, të cila na mundson të gjithë shqiptarëve në Zvicër, apo edhe në shtetet tjera rreth Zvicrës, apo gjithandej, për të blerë velat e ditës më të veçantë të jetës për martesë, apo fejes, apo ku diun, dhe kostumet për vëndrat me të gjitha nga A deri në Z. E ftojmë Eduard Trokitje për të folur pak për punën e saj, aktivitetin e saj në Zvicër, si ka arritur deri këtu, si mundet me ia dal Gania, Galimete Kolgeci, si mundet me ia dal edhe suksesit në punë, por edhe suksesit në familje, se realisht është nënë e 3 fëmijëve dhe ka shumë obligime, edhe realisht janë heroina këto femra që bëjnë sukses në biznes, por edhe në familje edhe gjithandej. E ftojmë Eduard Trokitje të flasim direkt me Ganën për jetën dhe aktivitetin e saj. Eduard Trokitje, big up for Jonas, Galimete Kolgeci. Mirë se erdhe në Folship Show. Mirë se u gjej. Gana, mirë se erdhe në Folship Show, kënaqësi që të kemi për herë të parë në studio. Është më interesant në studio apo në reportazh për ty? Sepse kemi patur, i sekond tash. Ja, se do të ftehet person tjetër. Gana. A ka problem? S'ka problem. Pasardhësin trashëgimtarin ta ftoj? Po, patjetër. Okej. E ftojmë edhe Jonin, trashëgimtarin e Ganës në Folship Show për një intervistë, se ka me mojt biznesin e mamit pastaj kur të rritet. Eduard Trokitje, Joni! Po Jon, mirë se erdhe, zemër. Alo. Hej, si e? Mirë jam. A je mirë? Mirë jam. Po sa je rritë, zemër? Faleminderit. Je rritë shumë, a di, ti më nuk man men herën e parë kur jam konë të ti? A man men? Po. Kur jam konë të që të kam bëjë intervistë të dyqani? Po, ku mikrofone kam thonë që apo bana ju. Po. E sa vjeçari je tash, Joni? 11 vjet. 11. I gëzofsh. Bravo. Bukur shumë. Apo punon Jon? Po. Po i ndihmon mamit? Po. Si të duket biznesi? Mirë. Edhe ti kur të rritesh ke nevojë, ke dëshirë me vazhdu këtë biznes mamit apo ke dëshirë me vazhdu një biznes tjetër? Kam bë pak biznesin e mamit, tani kam bë një biznes ona vet. Çka ke menduar me bë vetë diçka, Jon? Ona po do ma bë architekt ose inxhinier ose grupi. Pash, sa lezet kave, çfarë djali mrekullueshëm. O Jon, a të ka thonë kush je king? Ti? Unë, që bilet ta kam zirë aty Born to be King, qëre? Për ty e kam zirë aty Joni. Faleminderit. Bravo, Eduard Trokitje për Joni. Gane, mirë se ke ardhur dhe një herë, dhe kam dëshirë me ditë tash, po, pyetja ishte, si po duket, më interesant në studio apo në reportazh, apo emocion më i madh në studio apo në reportazh? Në reportazh, normal. Reportazh. Po. Okej, në studio po ndihesh më chill, më... Po, se në reportazh normal ka më shumë emocione. Se ka më shumë njerëz. Po, normal më shumë njerëz, më shumë pamje dhe gjithçka. Okej, Gane, ke arritur një sukses sa i përket biznesit tënd të dvelave, të kostumeve, të martesave gjithanej. Pravavi ke disa foto që i kemi nxjerrë nga dyqani jot. A është e vështirë për një femër me arrit kaq shumë? Dhe cilat janë vështirësitë më të mëdha? Normalisht që nga fëmijëria ime, unë jetoj për bukurinë, për elegancën dhe momentin magjik të ditës së dasmës. Për mua, dasma nuk është vetëm një event, por është një moment i shejtë, një projekt ku merr formë, edhe është një fillim i ri një jetës që për një person që bashkohet. Absolutisht. Po. Për ty, për t'i arritur, ke dy dyqane më duket tash. Stina Jon Riga. Po. Që në Bern edhe në? Tani e kemi në Bern dhe në Lis. Edhe në Lis. Po. Okej.
Ka qenë rrugë e vështirë për të arritur këtë sukses? Po, ka qenë një periudhë shumë e lartë dhe normal duhet shumë përkushtim, duhet shumë e pas durim, duhet të punosh shumë, në fakt, ka njëherë sakrifikon shumë sene, për shembull, si unë tash që jam none 3 fëmijëve, për momentin i kushtoj shumë rëndësi punës, normal, janë 6 ditë që jam në punë, ka njëherë mund me marrë atë pushim, po është normal se kur do me arrit diçka e keni qëllim jetë edhe normal, ka njëherë nashta familja pak jetë keq ose lën anësh, ama kur e ki një ëndër edhe unë personalisht gjithmonë kam qef me arrit edhe mos me dhon kur dorëheqje edhe derisa të arrit atë pikën. Kur të ka ardhë ideja mu marrë me këtë biznes për herë të parë? Kur e ki pas këtë ëndër? Që nga familja ime jetoj për një dashuri të madhe, për bukuri, për elegancën dhe për momentin magjik të një dite të dasmës. Për mua, dasma nuk është vetëm një event, por është një moment i shejt, kur një ëndër merr formë edhe janë kujtime që të përcjellin gjithë jetës. Ti je rritë këtu në Zvicër? Unë jam lindur në Kosovë, kam marrë me moshën 9 vjetë në Zvicër, edhe jetoj tani, domethënë me 3 fëmijët e mi dhe me shokun tim. Edhe prej fillimit e ke di që, domethënë, dush më marrë me modë për dasma, apo moda në përgjithësi ka interesu? Po, gjithmonë më ka interesu, por nga mosha 16 vjetë kam po profesionin si motër medicinale, edhe që në atë kohë gjithmonë kam tregu se unë du me bo diçka ma vonë, do me thonë du me kriju modë, du me pas gjithmonë kam ndru një dyqan me vela, me nuse, me dhëndur, gjithmonë kjo më ka përcjellë. Pasione ki pas gjithmonë? Gjithmonë që nga fëmijëria ime, do me thonë e kom bo profesionin, por gjithmonë kam folur, do me thonë deri në moshën 35 vjetë krejt familja ime, këtë rrethja kanë ditë që une këtë koncept kam realizu në herë, mo gjithmonë kam fillu, po kur s'ka mujt me qenë në fund, sepse në këtë projekt që është, do me thënë se si nga Jon Rika, duhet me pas provoj, duhet kesh një budget shumë të madh, se normal është diçka që nuk dhezë shumë shpejt atë. Nuk është sikur një restoran që ti je obligueshëm çdo ditë me hongër, kjo është diçka me luks, do me thonë. Edhe klientët e tonë që kemi na i shumë vetëm një herë, se martesa është një herë, edhe na gjithë duhet të bëjmë klienta të ri gjithmonë. Duhen me pas shumë besim ata marrë. Shumë. Edhe aty do me thonë ka fillu gjithçka, pastaj unë në jetën time gjithmonë ka ardhur, me thonë martesa, tani kanë ardhur fëmijët, ama unë gjithë e kam pas një koncept përgatitën se çka po du me bë nëse vjen momenti për me hap butikon. Edhe kjo do me thonë gjithmonë e kam pas sutsi mbrapa kokës me moshën 35 vjetë, masi kam ndërtu do me thonë shtëpinë për fëmijët e mi, masi kam lind binjakt, edhe kam realizu ëndrrën time. Do me thonë ato që gjithmonë e kam pasë në kokë, me projektin e 2019, Stina dhe Jan Hochzeits mode në Murtën. Aty keni qenë dhe ju prezent, më vjen shumë mirë, se tash po ndihmu në këtu sikur në shtëpinë time, sepse disa herë i kam pjesë e gëzimit tonë, është ashtu? Është ashtu, po. E pastaj mas këtij projekti, do me thonë, unë e kam fillu pa zero provoj. Do me thonë, as kanë se kam familje që është tregtar, ose që u marr me diçka, do me thonë, unë e kam po vetëm me zemër. Unë e kam punu, as nuk jam shitse. Studesha me thonë, pse ke studiu për motër medicinale, nuk ke studiu për stiliste, për shembull. Po, sepse në Zvicër është ky një biznes që nuk dhezë shumë. Apo kupton qysh? Por, ka dhezur tash Igana, është mirë si biznes? Po, normal, është një biznes shumë do me thonë që ma plëcon dëshirën ta me zemrën ta me, normal gjithë duhet... Ke klientelë më shumë shqiptarë apo zvicerane, dhe me pyjtë dhe duhet me dalë pak të emri i biznesit? Po, okej. Klientela jonë është e ndryshme, do me thonë po 80% janë zviceran, do me thonë portugez, italian, këta që jetojnë këto, edhe një pjesë e vogël shqiptarëve janë klientët e mi që vinë, do me thonë, si për shembull meshkujt për një kostum për biznes, për një gala ose një mbrëmje kështu që është shumë e veçantë. Nuse tani kanë filluar që të vinë, sidomos ai çifti që është i përzim, do me thënë nuse dhe zërone burri shqiptar ose e kundërta, ata i kam njëherë për njëherë pak më shumë, sa ata për shembull bëjnë darsën këtu në Zvicër dhe nuk normal që vinë të unë dhe dojnë më përkra. A ka shumë vajza shqiptare që martohen me zviceran apo djem shqiptar që martohen me zvicerane? Djem shqiptar që martohen me zvicerane pak më shumë. Ma shumë? Po, kum pas edhe raste se vajzat shqiptare, jo vetëm me zviceran, por me nacionalitetet tjera. Po, patjetër, mo ka shumë domethënë. Po, edhe shumë.
pak, thamë, është po. Ka raste shumë. Kur e ke hap dyqanin e parë, a ka hec ashtu që ke para menuti apo kon total ndryshe? Unë punën që baj kur nuk e baj si biznes për me fitu ose për me, unë e baj gjithmonë me pasion, sepse kjo është një ëndër emi, është thjesht një pasion. Normal që mas një kohës dush edhe me jetu me qatë biznes, po deri tani që 7 vite unë nuk kam përfitu asë njerë për këti biznesit, sepse ai budget që hinë mrena gjithmonë investoj në diçka të rejtë. Si për shembull, kam bërë pak budget, kam investuar me në listë dyqanin e dytë, domethënë standardin e dytë. Tani në perën, domethënë, unë asnjëherë ato çka bëj, kur nuk e investoj për veti, domethënë e bëj shumë me dashuri, me zemër dhe me qef, edhe gjithmonë çato investoj për një modë të re ose për një koleksion të ri. Kur e keni plan me vazhdu me fitu për vete pastaj? Po normal se kjo është diçka që unë kam qef, apo kupton mas 7 vite, po është shumë zarë sepse këtu në Zvicër më koni shikon 100 dyqanat shqiptarëve me nuse me dhandur. Është një biznes shumë i zarshëm sepse në Zvicër nuk i japin shumë rëndësi darsmave, edhe kretë martohen me një ambient shumë të vogël, 40 persona dhe dojnë një fustan thjesht më shumë. E tashti kur i ki 20 persona, normal që investon për shembull për një fustan pak ma pak. A kur i ki si shqiptar për shumë 300 persona, normal do mu duk pak ma veçantë dhe pak ma ekstravagant. Amo normal që ondrajmë është normal me mbjetu për këti konceptit, amo njerë e baj vetëm me dashuri edhe për Leidenschaft. Në qofë se flasim për emrin Stina Jon Riga, është një ide e jote jam duket apo jo? Po. Është emri fëmijëve? Po. Që e ke vendosur biznesit? Stina Jon Riga mban emrin e biznesit tim. Me thënë ky emër është në zemrën time sepse përfaqëson gjën më të bukur, më të çmuar në jetën time. Bukur shumë. Djali apo vajzat janë më shumë vonë mas këtij biznesi? Të tret janë gjithmonë aktiv aty. Po, aktiv. Po për çdo event, për çdo sfilat, për çdo projekt që kemi janë gjithmonë pjesë e Stina Jon Riga. Okej. Bukur shumë. Shqiptarët kanë fillu kohët e fundit në duket mu martu më tepër këtej apo mu martu në Kosovë? Kam pashë vitet e fundit kanë vendosë me sa di unë, nuk e di, a jam i sigurt apo jo, a është tamam apo jo, siç po them. Më duket kanë fillu shumë me u martu edhe këtu në Zvicër, në diasporën përgjithësi. Nuk po kthehen më me boat Tolovin me 400-500 veta në Kosovë, nuk e di. Kam qenë me një event në Neuenburg, me një panajër ku jam befasur që kanë ardhur 3 çifte. Ka qenë 2 ditë të panajër, 3 çifte që kanë ardhur te une dhe kam bërë terminin për një kostum edhe për një vellë dhe jam befasur shumë, madje se edhe ata kanë bërë darsën, domethënë në Zvicër, me shoqërinë zvicrane, domethënë me ata që jetojnë këtu, domethënë. Po ka, tash kanë filluar sa më shumë. Vetëm e di se po i mungojnë lokacionet, se domethënë kjo nështë është diçka që po mungon në Zvicër, një lokacion që ka hapësirë për 200 deri 300 persona. Okej. Kush po i bën, cilat në celebritete, me qenë se ke lidhje tash me dasmat, me gjonat, cilat po i bëjnë dasmat më të forta, më të mira në Zvicër? Shqiptarët apo të tjerët? Në fakt unë kam qenë vetëm në darsmat të zvicranëve që kanë qenë, mu që kam ka dhënë shumë përshtypje që gjithmonë është shumë e rregull, gjithçka shkon me qetësi dhe gjithçka shkon shumë e bukur, se gjithmonë e kanë një event managerin ose kanë një hochzeitsplanerin, aja që ja planifikon këtë darsmet për azet të zhëa, të ftuarit, domethënë nusë janë gjithmonë aty në fest, knoq vetë, nuk e kanë kërkan si përgjithës adin që duhet me ja bo këtë punë në atë punë, domethënë mu më pëlqen shumë darsmat e zvicranës janë shumë të organizuara, janë secili ka përgjithësinë e vetë dhe shkojnë shumë me rend. Për shembull, që kam pëlqen nëse nusja e ka një temë, për shembull, tema të gjithë duhet më dukë ngjyrat jeshile, si për cilësitë e nusës, ajo shkon te ftesa, domethënë që ngjyra e zezë, ngjyra kuqe, ngjyra bardhë nuk du marrë me këtë ngjyrë, edhe kretë ftuarit këtë e respektojnë, domethënë dëshirën e saj, edhe kretë vinë të veshme me koncept, domethënë nëse ato du ngjyrën jeshile, du ngjyrën e kaltërt, a do me thonë, sa njëni kam edhe klienta që vinë darsë më thonë jam me ftume, a ka një fustan me këtë ngjyrë, se duhet patjetër me këtë ngjyrë. Do me thonë, këtë dasmort e pranojnë dëshirën e nusës edhe i përshtatën sipas dëshirës edhe konceptit darsmës. Këtë diçka më ka thonë shumë përshtypje se më duket diçysh shumë e mirë, atin që mos tar se më duket pak e pavarësisht me marrë për shembull një person tjetër me një fustan bardhë edhe ngjyra kuqe, më duket nuk përshtatet me një darsëm edhe zeza. Domethënë këtë ngjyra tjera mund të jenë ama këto 3 ngjyra janë që se mos e kuqja bën shumë sy edhe na nuk dojna kurrë që nusja me shku mbrapa. Gjithmonë nusja do të më duk yll çfarë ditë, do të më duk më e bukur, do të më shkëlqysi prej jashtë edhe prej brenda, me shpirtin e saj. Ty personalisht atë pëlqen më shumë dasmat me
koncept edhe me ma pak njerëz, apo ama mirë me pas sa më shumë familjarë? Ja, mu kjo e para. Më pak, më kompakt, me shku gjithçka pak ma rregull. Eventi vetë më konë si prioritet me maksimum dhe 100 persona, se që ata të ftumit që i kiti ki qef adin mi prit, me fol pak me ta, mu knaq, edhe unë kam qef nëse që ata persona i kësha thirë në darsëm, duhet jenë ata që unë kam kontakt, që më lidh puna, që më lidh biznesi, që më lidh familja, do më thëmë personat që unë i njaf, e jo personat pa njashëm, se ma mërmenja që ata nuk kanë qka me lidh në darsëm kur nuk i njane, për shembull. Do me konë rrethi i shokit, për shembull, rrethi jam, shoqënia përbashkët edhe kaq. As ke frikë që i dhënohet dikush, me thanë nuk më kaftu në dasëm? Jo, këtë kompleks nuk e kam. Brendi Stina jo në Riga. Pra, do më thonë, për qiftet, i disponon të dy, edhe velet e kostumet. Kush diskuton më shumë për çmimet? Kush bën më shumë pazar? Ma ul pak çmimin këtu, shqiptarët apo zvicerantë? Se ne kemi në fakt shqiptarët shquhemi për këtë negociatat e çmimeve. Të na e kemi tash një koncept shumë të mirë, kur një klient e ka një takim të na gjithmonë ulemi në tavolinë, e kemi një checkliste që e diskutojmë një herë se çka po don ai person. Nëse do një kostym, çfarë kostymi apo don për biznes, për marketing, dhe më në fund shkruan dhe me thonë ngjyra edhe çmimi. Çfarë buxheti ki ti për çat veshën tonde. Edhe klienti më thotë për shembull kam një buxhet deri në 3000 franka, tham okay. Pyeti ke dëshira çka don ai, domethënë tani sipas dëshirës ose një nuse thotë du nivel princes me xixa du këto. Kur më thotë që kam biznesin për shembull buxhetin deri në 3000 franka, atë unë ja tregoj çata fustana që janë në buxhetin e saj. Unë asnjëherë nuk ja tregoj një fustan që është 5000 ose 6000. Domethënë nëse ajo thotë gone, a ka mundësi me pa edhe çet fustanin, ja tregoj, okay, ama nuk është në buxhetin tan. A je sigurt që do me rrit buxhetin tan atë? Edhe thotë po, se jo, e mundet me vendos. Domethënë gjithmonë rrin buxhetin e klientit. A lëshon edhe me qerak ana apo jo? Po. Edhe me velat po, vetëm velat. I lëshoj me qerak, kostymet edhe fustanat e industrisë kështu të mbrëmjes që nuk ja vlen. Domethënë që kështu kur nuk i konflikt me një person sepse ti përshtatet buxhetit. Ka pas klient që kanë ardhur me 800 franka. Ju dini në Zvicër për një kostym me 800 franka është shumë një çmim i ulët, ama na kemi edhe çat kategorinë e klientave që nuk kanë mundësi me pagu më shumë se 800 franka ose më shumë se 500 franka, edhe aty kemi një sortiment vogël që çdo kush që vjen te na, mundet edhe me 500 franka i dali lumtur, se kanë herë tham nuk është çmimi gjithçka. Nëse ai person gjon diçka që përshtatet për sy, për fytyrë dhe për lëkure, edhe ja kombinon me një kravatë bukur ose me një papion të bukur, me një poshet, ai mundet me dalë ndoshta edhe shumë më bukur se dikush tjetër që ka bler një kostum ndoshta 4-5000 franka shembull. Domethënë kjo nuk është lund çmimi rol për të dukur bukur. Domethënë nuk do të thonë që vetëm ata kostymet që kushtojnë shtejnë duken bukur, domethënë kanë mbarta pe stilit njerëz se çfarë stili ka. A ka më shumë që e marrin me qerat që blejnë? Më shumë që blejnë, se në çat moment kur ti e merr një fustan me qero dhe kalon një moment shumë bukur ndoshta tonë emocional, se është diçka që rrin gjaton jetës, edhe të nesër me dush me kthy çat fustan, mundet me ta thy pak zemrën, sepse ai fustan është një pjesë e çasëditës shajt tonës që ki kaluar domethënë. Ka nuse që marrin me qira, por shumica e blejnë, sepse dojnë me pas si kujtim atë fustan edhe për shembull ma vonë nëherë. Se kanë herë tha mundesh edhe mas 5 vjetë me bëni mbrëmje me veç atë fustan prap, e feston me familjen tonë 5 vjetorin ose 10 vjetorin. Bukur. Në qofë se... Kishe diçka? Jo, ti. Okej. Jon, atë pagun mami për punën që banë? Po. Sa e ki rogën? 100 frank. 100 frank mujt? Po. Bro, mirë. Bravo. Se pas ke keq. Çfarë punë bën atje? Jam të bë model show, jam të hejt, jam të bë një demonstracion për kushtimin e jama, jam të tërgu, jam të impresionuar njerëz. Okej. Jam të dëmu momin për se di ku ka nevojë gjithçka, ku ka nevojë ma firë, kolegat e vet, ku ka me boka der kafe, kur në dyqan. kafe. Bravo, Marion, bravo, Marion. Po ti e king, mor. Kom thonë që i king ti. Edhe në shtëpi. Okej. Ato 100 franka janë normal rrogë që merr për punë të shtëpisë. Për punë të shtëpisë, okej. E tash ku i harxon ato 100 franka? Çfarë bën me ato para ti, Joni? Ona po du me rujt, Po. por ma ble, se di, do sana të mira, ose ma rujt, se... Unë po du shumë me ble do sana bombona, çokolada, këtë sana të pëse ona s'po më pëlqen mo. Kam ka një vogël të ndita kam hangër. Po, tash s'po të pëlqen mo, a?
Jo s'po m'pëlqeni që është kam mësu shka ka ndrapa, ka nanobot, nanoteknologji, e duplikon të trupit, tani Okej, tash bot keq, po. çfarë do më blej tash? Rroba? Libra. Libra, më mësu? Jem të ble dore libra, Okej. jem të ble do notebook, Okej. më kam me organizuar në shkollë, edhe më qire të parë jem të rujt, por një ditë ku më ka një madhe, se di. Okej. Mama. Për veshjen tonë dhe mami kujdeset apo vetës zgjedh këtë lloj veshje ti? Të dyat. Ona edhe mama jene të diskutuar, jem të thonë, a mundem ma pas një kostym qështu, edhe krejt. Sa i mirë. Shokët e tu të klasës, apo nojnë edhe ato diçka? Jo, Ata s'kan pare sa ti, ha? jo. Ti ki më shumë pare. Se ti vjeto ka 100 franga në mujtë. E kupton? A pagun tatim për ato? S'pagun tatim. Bukur, Gona, si fillon jeta jote? Dita jote, më falë. Si fillon dita jote? Se tash me gjitha këto angazhime kam dëshirë veç me ditë pak si fillon mëngjesi, dreka, darka. Na kemi çdo javë bëj një program të javës me fëmijë me shokun tim bashkë, domethënë prej anës deri diellën se çka ka më ardhur, domethënë gjatë një javë përpara, si terminet e fëmijëve, si terminet tona private, domethënë tanën gjithmonë 6:30 se jam zona mëngjes, ora 6:30 i çoj edhe fëmijët. Fix ora 7 e kemi mëngjesin, gjithmonë e bëjmë një brunch, domethënë çaj, bukë, mish, atë fruta që ka qellue. 7:30 fëmija të tret shkojnë njëjtën kohë me autobus në shkollë, domethënë deri ora 12 fëmijët nuk kthehen më në shtëpi. Unë ora 10 filloj punës deri ora 6 mbrëmje. Në drek është shoku im që kujdeset për ta, sa ai ka punën shumë afër, edhe mirë domethënë për mos më kon këta në drek vet. Kurse drekën gjithmonë e para përgatitje për fëmijë, e shtoj tavolinën që kur vinë këta vetëm kanë me nxej për shembull ose kanë nëse është për shembull një mish për 3 minuta që bëhet duhet me bë aty për aty domethënë. Bukur. Kështu është edhe mas mbrëmjes domethënë prej ora 10 deri në 6 jam në punë, prej 6 fillon prap ajeta e një nanës që vjen në shtëpi, darka që janë këtu këtë sanat edhe plus ka njerë kemi diskuzione, biseda me fëmijë dhe vjen e koha mas darkës domethënë që kemi bota tash një kohë gjatë, gjithmonë ne shkojmë në dhomë, e kemi një libër me 365 histori, ja kom bler tash për vitin e ri, të tret bëmi bashkë, domethënë 3 fëmijët edhe unë edhe çdo mbrëmje kena ka një histori, edhe secili e lexon frangjesht, se unë nuk e kuptoj frangjeshtën vetëm gjermanishtën, këta të me lexuar një herë, tani ma shpjegojnë mu shef, se do më ditë se a kanë kuptuar diçka me çat histori. Edhe tani domethënë gjithë kemi një histori tjetër. Secili fëmijë guxon ka një herë me kallëzoni një histori. Domethënë është diçka të gjysore ja kushtojmë vetëm na vetet, para se me shku me fjetë. Edhe tani vin ato cene pucën, pijamancin, që janë këto kreta direkt në gjumë. Domethënë ora 8:30 gjithmonë e nali dritën në dhomat e fëmijëve. Domethënë për me pas këta 9 ose 10 orë gjumë, që për më qut me gjest fit. Bukur, jashtëzakonisht bukur. Gane, ne kemi një traditë emisionit me bën një pyetësor. Aha. Do ta bëjmë edhe ty apo jo? Po, patjetër. Okej. Do zgjedhësh vetëm njërin nga dyja. Aha. Jo abstenim, jo të dyja. Okej. Okej. Vazhdojmë. Sa çifte, nëse kjo më duket që ka pyetje. Sa çifte kanë ardhur për fustan edhe kostum Gane dhe janë ndarë para provës së dytë? A ka ndodhur mund nda? Po. Okej, ka ndodhur? Po. Kanë ardhur dhe kanë bë masën e parë, pastaj te e dyta e ndarë, apo jo? Po, ka ndodhur 2 raste, domethënë që vellat halo i kam në stok të una, nuk e di arsyen pse kam ble vellën, edhe më në fund nuk kanë ardhur as me marrë, se që është shumë e çuditshme. Njëna ka qenë që është nda, domethënë ajo është ka marrë me një lajm tjetër kurse di se çka ka ndodhur me ato. Okej, pra domethënë është pagu velli? Po, kretë është paguar. Edhe s'kan ardhur me marrë kur? Po. Është shumë 2 raste që 7 vite. 2 raste që 7 vite, pra shumë interesante. I kanë paguar dhe s'kan ardhur me marrë. Okej. Më tepër dhëndri është trembur nga çmimi apo nusja zakonisht për çmimet që ju tregon për vellat dhe kostumet. Cilët të reagojnë më përpara? Nusjet apo dhëndrat? Nuset me siguri, sepse kushton pak më shtet, meshkujt e mojnë gjithmonë vetëm pak më mirë. Okej, kush vendos më shpesh për fustanin? Nusja, nona nusës, apo dhëndri? Dhëndri normal nuk është ka me lyp
Në qatë momentin kër nusja aja zgjidh vëllën. Vëndri ka me... Jo, spese. Edhe qato, tashti... Vëndri ka me heq, ata e ditë me përshy. S'po dita që kam ja majtë. është kështot, të na, kur vjen nusja e merë për shembull nanën, motrën, dëshmitarën për cilësit e sajna, për dhëndit do të më kona e ditë një surprizë kur vishte me fustan të bardhë, e kundërta. Po, dash ka mos me ditë dhon, harrova fare. Se s'kam bodosën për vetë se di që shkon kjo. Po ka ndodhur rasti që është atë nacionalitet tjetër të turqit, të shqiptar, të marokan që ka edhe nusja dhe dhëndri, për mua pak e çuditshme kon kjo puna sepse unë jam mësuar gjithmonë që më kon ata të ndam. A më çka është me rëndësi Altin, nëse nusja, domethënë nusja është e para ajo që bën zgjedhjen e fustanit edhe stilin. Mas nusës vjen gjithmonë dhëndri, sepse tani na e këshillojna dhëndrin sipas stilit të fustanit nusës që e ka zgjedhur. Okej. Domethënë tani vin dasmorët, vin prindrit, vin këtë të tjerë me radhë. Bukur. është më vështirë për vajzat me gjetë fustanin perfekt apo partnerin perfekt? Ka njerë më duket që fustanin perfekt. Ka ndodhur raste që atë shumë ka pas vështirësi me vendos, por një festan që ka shkum 5-6 dyqane në krejt Zvicrën, edhe kam pyet, po më vjen, a ban me pyet se qysh, a ki pas vështirë me vendos për shokën, për partnerin tanë, edhe ka kesh. Normal që është mazor për partner me vendos, ama ka edhe femnat që kam shumë vështirë me vendos për një fustan. Sa herë ke dëgjuar fjalin vetëm do ta provoj, por nuk do ta blej? Asnjëherë. Asnjëherë. Okej. A janë më të vështirë vajzat për fustane apo djemt për kostume? Vajzat për fustane. Cili është më stresues, nata e martesës apo dita e provës së fustanit? Nëse ma shpjegon edhe një herë pyetjen, ajo fjalia është për mua pak si më stresuese. Është më stres ka, domethënë dita e dasmës apo dita e provës apo e provës fustanit? E dasmës. E dasmës, bukur. A ke patur ndonjëherë një çift që janë ngrindur gjatë provës para se të martohen duke bërë matit të provat që janë ngrindur? Unë asnjëherë nuk e kam çiftet bashkë. Asnjëherë nuk takohet nusa me dhëndrin bashkë. Asnjëherë. Kështu se s'e kam përjetuar asnjëherë këtë. Do doje një nuse që nuk din çfarë do, apo një dhëndër që thot pyet atë për nusen? Fjala bjen ndoshta jo vetëm për nuse, ka edhe për fejes apo në një nuse që nuk din çfarë do, sepse na jemi këtu, se unë jam specialiste për këtë drejtim, edhe unë ato e këshilloj me bisedën që e baj me to, se çka ajo paramendon veten, çysh e paramendon veten, zbashku, një herë provojmë për shembull 2 stile ose 3 stile dhe gradualisht aja kupton se çfarë drejtimi po merr dëshira sajna ose ëndra sajna. E normal kisha pasur më shumë këtë nuse që nuk di çka don, edhe na e këshillojmë, edhe bojna me shkëlqy, sikur jashtë edhe brenda nga shtëpia, kështu që munia ja mirë, muni edhe sigurt, edhe me pas vetbesim. Kush ka më shumë ndikim në martesë? Dashuria, moda apo financat? Regjia, të lutem? Dashuria, besoj, e mas dashurisë vin tani ato tjera, dhe me thonë financa dhe këto sanë tjera, po dashuria. Çfarë synime shke gane tash e tutje për të hapur përsëri biznes tjetër, apo mjaftojnë të dyja? Ëndrat e mia normal, me projektin Sinajon Riga Swiss Wedding Fashion në Bern, kam realizuar normal ëndrat, në ëndrën time më të madhe që kam pas deri tani, po normal që tani kam filluar që ta bëj edhe dizajnimin vetë të fustanëve, do me thonë kemi pas shumë klientë që kanë ardhur te na dhe kanë thonë, a mund të më bëj këtë fustan njëjtë? Edhe kemi filluar, do me thonë tashti që 6 muaj, do me thonë ne bëjmë, kemi atelien tonë, 2 atelier që bëjmë fustanin sipas dëshirës tonë, do me thonë me masa dhe sipas ëndrës tonë të shikje. Këtë kam qef normal që Sinajon Riga Swiss Wedding Fashion më shpërndon në këtë Zvicra, do me thonë nështë pse jo në Lozan, pse jo në Gjenevë, në Cyri, ose në Lucern, a më njerë për njerë duhet të mbaj këto që e kam. Pra ke dëshirë me shpërndan gjithë Zvicrën? Po, kjo është dëshira jeme. A më të me thonë kohë pas kohë. Gradualisht, avash. Okej, bukur shumë. Jon, çfarë mesazhi ke ti për shok tu, shoqet, njerëzit, a ke dëshirë me përshëndet dikën? Këtu.
A ke dëshirë me përshëndet dikon me ose një imazh më dhon, për shembull, se Joni nuk ka as telefon, as televizion, na nuk kemi asnjë gjë. Se vërtet? Po, nuk kemi që 2 vite ne jetojmë. Se që 2 vite çfarë ky vendim? Para 2 vite as telefon? Hiç. As iPad, as televizion? Asnjë, nuk kemi hiç. Që 2 vite. Pse kështu? Para 2 vite fëmijët e mi tonë ku unë ka nejtë në telefon, domethënë prej shkollës në telefon, televizion, shkojshin më shëtit këta në telefon, nuk përjetoshin as një san, as kajnë ato ecë, as kujnë ato shku, ka ndodhur se imi ka me një vend, me një kopë zoologjik, ata fëmija s'kan marrë kur gjo me vete, domethënë truni tyveve që konë në telefon, ata janë konë me një botë tjetër, domethënë. Edhe une para 2 vite vendosëm me shokun tam me bashkëtua dhe bletëm një shtëpi të madhe me një kopsht madh, domethënë me eksa me një arsye që mi shtjellë fëmijët aty më marr me lula, me erza. Edhe tani aje pat një ide se tha aje dakord që na me vendos adin këta. Edhe për mu një herë konë diçka që s'ko mujt me imagjinu. Pra shoku jot ka marrë këtë vendim për fëmijët e tu? Jo, idenë ka pas. Ka pas idenë. Edhe unë si nan dyqysh s'ko mujt kërqysh me pranu edhe me realizu të që sënja dalë, se nuk është vetëm një fëmijë, po janë 3 fëmijë që janë të mvarën prej telefonit, edhe të mvarën prej televizionit. Të më thonë, mëngjes, je qumë me televizion, mbrëmje me televizion. Paramendoj këto një herë që ka ndodhur me një trut fëmijëve, edhe mësimi ka marrë te poshtë. Edhe këto tani kemi marrë si një projekt, edhe ta them drejtën, tash janë po 2 vit. Fëmija me edhe kanë tash e kemi një televizion lart, po askush nuk e shikon. Domethënë në galeri në altë kemi një televizion, po nuk shikon askush televizion, edhe kur nuk jam shpion, se nuk i intereson. Sepse ja kemi bërë çaq një mundësi këtyve që këta nuk kanë kohë me menu për televizion. Se bëjmë aq shumë aktivitete për shembull mas shkollës, që këta edhe me dash me nejt në telefon nuk e kanë kohën kur me nejt. Apo kupton çysh? A se kanë një orar 30 minuta në ditë pak? Hiç. Fare. Vetëm për shembull na herë në vikend dojmë me fol me babin e tyre ose me gjyshen ose me shoqin e vet, në vikend ja jap telefon, ama jo këta me nejt aty me kështu çka dojnë. Jo. Jon, më mirë me telefona apo pa telefona? Pa telefona. Pse? Se di për që kam telefonat, më ka pëlqyer shumë telefona, veç kam nejt telefon, e ku më ka hek telefona, ku kam pa botën, kam thënë, wow, sa e bukur, kam thënë kuku, jo bre. Kam thënë kuku sa e bukur, krejt kam thënë kuku, sin të mia se në kanë të pas që të sanet bukur, veç ka pas sanet të keq edhe në të dëlluar. Filma, edhe kështu të muzikë. Kam kuku, sa bukur. Pra, gjatë kohës që ke pas telefona, se ke pa botën, si marrë me pjesë tjerë për jashtë. Sa ne kam pa dë kafsha, kam pa kopshtën, mirët me kopsh, me lullë. Kena lullt bambin tën, kena lullt me shokë. Okej, i mesazhi mirë në fakt se shumë fëmijë sot është është që mvaren nga televizioni, nga iPad-at, telefonat e gjitha këto. Shumë e dëmshme për fëmijët ne gjithë ditën realisht në këto pajisje. Na kemi pas, se na kemi 3 fëmijë dhe 2 fëmijë prej 3-ve kanë pas ADHS, besoj se çdo nanë e din çka do të thonë kjo ADHS, kanë qenë hiperaktiv kur ta fëmijë kanë mujt me ne çet 1 sekond kështu pa lëviz. Edhe kanë qenë jo të koncentruar gjithmonë vetëm hava që shtojmë na, edhe kemi arrit që 2 vjet pa medicinë, domethënë pa medikamente që ja kemi hik ADHS vetëm me këtë formë? Po jo, edhe kjo ndikon. Me ushqim, domethënë edhe me ushqim, se na moshë çfarë nëse jeton. Çfarë ushqimi preferohet për këtë ADHS? Gjithmonë perime. Fruta, normal ato kanë pak sheqer, frutat, edhe perime, edhe normal mishët mundesh mi përdor, ama jo shumë brum, makarona kësaj jo, vetëm më shumë ushqime të lehta që janë edhe ushqime të nxehta të buta. Bukur. Gana, ishte kënaqësi për neve sot që ishën Full Ship Show. Ne patëm dëshirë të kemi edhe të flasim pak për biznesin tonë, dhe për arsye minutazhe tash ne duhet ta mbyllim. Dhe të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Shihemi në projekte tjera. Faleminderit shumë. Edhe do na vish përsëri. Faleminderit po, gjithsesi. Faleminderit që jam sot dhe pjesë e Full Ship Show. Është një mision që të gjithë e adhurojnë edhe e presim me padurim ditën e shtunës. Shumë faleminderit Gane dashur. Jon, do na vish prapë në herë tjetër? Po. Okej. Se je shumë inteligjent dhe shumë djalë i mirë dhe je shumë king. Okej? Do të marrim përsëri në mision. Valla, edhe ti je pak king, jo shumë je king. Edhe ti? Çfarë kingu, hey! Deri javën tjetër me Jonin dhe Galimete Kolgecin nga Stina Jon Riga, ju përshëndesim bashkë me Marashin. Në puçë keni.